Sot do t'ju tregoj një eksperiment. Shkencëtarët vendosën një copë xhami transparent. Në anën e majtë ndodhe një peshku madh, ndërsa në anën tjetër ndodheshin peshq të vegjël. Peshku i madh u turr me forcë, bum, dhe u përplas te xhami. Ai u tërhoq mbrapsht me një herë. Nuk mundi ta besonte dhe vazhdonte përplasej. Çdo tentativë e tij ishte e kotë. Ai u vra dhe u tërhoq mbrapa duke qëndruar në cepin e akuariumit. Shkencëtarët e hoqën xhamin me shumë qetësi për të parë sjelljen e peshkut. Peshqit e vegjël filluan të notonin pranë tij, madje ata fërkoheshin tek ai, por peshku i madh as nuk e mori më mundimin që të hapte gojën e tij dhe t'i hante. Dhe pse ishte i uritur, ai refuzoi që t'i hante peshqit e vegjël. Në mendjen e tij, peshqit e vegjël as që ekzistonin më. Vetëm muri i padukshëm ngeli në mendjen e tij. Disa ditë më vonë, ai ngordhi nga uria, ama i rrethuar plot me ushqim vërdall. Ky njihet si efekti i peshkut të egër, por pra njerëzit fokusohen tek eksperiencat e dështimeve nga e kaluara. Në vend që ata të veprojnë, ajo copa e xhamit është një hije psikologjike. Edhe pse është hequr, ti ende vazhdon të veprosh sikur ajo është aty. Njerëzit ndalen në gjysmën e tyre të rrugës pa i arritur ëndrat e tyre, ose braktisin projektet akoma pa i filluar ato. Ti mendon se është e pamundur dhe se bota është e mbushur plot mure, siç i ndodhi peshkut. Por në të vërtetë, ato mure ekzistojnë vetëm në mendjen tënde. Përpiqu të përballesh dhe një herë me to. Përpiqu të bësh një përpjekje të dytë, mbase këtë herë suksesi do të jetë në anën tënde. Ndalo së vëzhguari plagët e vjetra, hape gojën për një kafshim, thyeje xhamin që ke në mendjen tënde dhe do të gjesh një fillim të ri. Një nga barrierat më të